Mirë se erdhët sërish në këtë pjesë. Për herë të parë në histori, Shqipëria mori pjesë në lojrat olimpike speciale dimërore, Torino 2025, falë Special Olympic Albania. Ne kemi folur her pas here për talentet edhe sportistët e personave me aftësi të kufizuar, dhe ky është një hap shumë i madh në fakt për përfshirjen e personave me aftësi të kufizuara intelektuale në sportet dimërore, duke thyer bariera, duke promovuar talentin dhe kurajën e atletëve tanë. Por jo vetëm pjesëmarrja që është e para në histori, por ekipi vjen dhe me 8 medalje në 3 disiplina. Ndaj kam kënaqësinë që të ndaj këtë bisedë me Roland Hysin, që është drejtor kombëtar i Special Olympic Albania. Mirë se erdhe, Roland. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën. Gjithmonë na ke prezantuar me atletë dhe sportistë, të cilët fal punës dhe përkushtimit tuaj këtu kanë arritur të na përfaqësojnë në një arenë të rëndësishme të madhe ndërkombëtare. Është e vërtetë, edhe kemi shtuar edhe rrezet e diellit me gocat që janë edhe medalistë të arta. Edhe me 2 medalje që do kaloj tek Stella. Sara Bala, që është drejtore sportive në Special Olympic Albania. Mirë se erdhe. Fal punës me atletët, besoj me gjithë vështirësitë që has ky vend, ne kemi arritur të sjellim 8 medalje. Është kolosale, domethënë gjithë përpjekja nga të gjitha palët. Dhe Stella Salla, që është me 2 medalje ka ardhur nga këto lojra dimërore, me 2 medalje ari në cross country skiing, dhe do na tregoj Stella se çfarë është kjo disiplinë, sa punë është dashur Stellës për të arritur deri në këtë stad dhe për të marrë 2 medalje për të na përfaqësuar kaq mirë. Mirë se erdhe. Ndihesh? Si ndihesh? Shumë. E emocionuar? Ja. Jo fare. Ja. Bravo. Sa e rëndësishme është ky deputim, çfarë do të thotë për Shqipërinë, le themi, e para përfaqësimi për herë të parë në lojrat dimërore, olimpike dimërore, dhe pastaj 8 medalje s'janë pak. Jo, është e vërtet, organizata, e kemi thënë dhe herë të tjera, është organizata dhe lëvizja më e madhe botërore sportive për personat me aftësi të kufizuar intelektuale, me një shtrirje në mbi 190 vende të botës, prej tashmë rreth 56 vitesh, themeluar në 68-ën. Është një punë e shkëlqyer e stafit të Special Olympics Albania, pavarësisht sfidave, unë do thoja problemeve, jo sfidë, se sfidë është fjalë shumë elegante për ta kaluar kaq lehtë, por Sara, gjithë stafi tjetër që është në prapavi, ka bërë një punë të jashtëzakonshme, sepse nëse vendet caktuara mundet të bëjnë luftë me mullinë të erës, Shqipëria bën luftë vetëm me erën. Pra jemi në një shkallë. Dhe pavarësisht këtyre sfidave problematikave, neve kemi arritur, stafi ka arritur që të prezantoj për herë të parë në absolut Shqipërinë me atletë me aftësi të kufizuar intelektuale, dhe jo vetëm kaq, po sikundër edhe përmendë pak më përpara Niki, edhe të sjellin 8 medalje. Gocat kanë, e thash, ishin ca rrezet dielli në emisionin Rrezet dielli që kanë shkrirë borën me medalje të ari. 50% e pjesëmarrësve ishin vajza, duke thyer edhe këtë barierën e gjinore. 50% vajzat, 50% djem. Tani, përgatitja e atletëve, sa e vështirë, kushtet, disiplinat që morën pjesë, ishin 3 disiplina që u garuan, apo jo, nga këto 3 disiplina 8 medalje, siç e tham, dhe e theksojmë se jemi krenar, ta themi herë pas here. Sa e vështirë ka qenë për ty, për t'i stërvitur ata, për kushtet në cilat kemi ne? Ka qenë goxha sfidë, sepse në rast të parë sportet dimërore janë impenjative, pra që nga pajisjet, që nga terreni, që nga kushtet atmosferike, që deri diku edhe bora shkrin shpejt dhe duhet t'jesh shumë eficient me këtë aspekt. Por edhe pjesa e mbajtjes, domethënë logjistikës, akomodimit, çdo gjë tjetër domethënë që ka patur, ka qenë shumë impenjative. Megjithatë ne jemi përpjekur të bëjmë më të mirën me mundësitë që kishim. Dhe është për t'u vlerësuar shumë fakti që atletët janë stërvitur për një kohë shumë të shkurtër dhe shumë pak ditë. Po të bëjmë llogarinë që nga vjet që kemi patur një grumbullim në Çeki, këtë vit po ashtu një grumbullim në Çeki 2-3 ditor dhe 2-3 grumbullime të tjera në Dardh, po kaq. Pra të arrish këtë rezultat, eksakt, aq sa na ka ofruar kushtet, mundësia, klima, çdo gjë, po, dhe kanë mbërritur medalje, pra me 10 ditë në ski. Që unë këtu do e vija theksin, dhe ky është lajmi. Stella do ta thotë edhe vetë. Për herë të parë e pa në Itali borën që binte. Pra ka punuar në borë, por duke rënë, ose skit e borës që ka veshur përshtatshme për disiplinët e saj, i ka veshur 2-3 ditë para garës. Pra do të thotë që është një përpjekje kolosale nga Stella në radh parë, na ka frymëzuar dhe ne tjerët që t'jemi pasaj. Sa vende ishin dhe 100 që morën pjesë në Torino? Rreth 100 vende, për të qenë sakt 98 vende nga gjithë bota, 1500 atlet, edhe pastaj shumë vullnetar, 1000 vullnetar, 2000 vullnetar, staf përfaqësues 1000.
Tani, Stella është përfaqësuar në cross country skiing. Më trego pak për eksperiencën tënde dhe kur ty të varën 2 medalje, si u ndjeve? Isha Emocionuar aty, besoj. Ke punuar shumë për të arritur deri këtu. Era pasi ma një vend parë. Isha shumë, nuk e imagjinoesha. Isha shumë e lumtuna. Si arrita si fasajra pa si vesha atë, isha nuk e imagjinoesha dalsha një vend sa më të mirë, po vetën time. Pra, pavarësisht se ti punove aq shumë, përsëri kishe këtë emocione se mendove se dikush tjetër mund të arrinte. Në sa largësi rrugës ishte sportivët? 50 metra e 100 metra. Ku konsiston ky sport? Më trego pak çfarë bën ti? Kemi pamjen neve nga momentet e përfaqësimit? Cross skiing country. Cili ka qenë momenti yt më i vështirë? Ose gjatë përgatitjeve, ku kishe dyshime që mund të dilja apo jo, në ekuilibër apo... Kisha në dyshime mos të rëzoja, apo shqizot ja dola. Vendin e dytë, ku arrita të finisha, dërsa e prezentëresa, jam rëzu dërsa na emocionet. Ishte një moment shumë i bukur, sepse ishim të gjithë duke na u mor fryma, sepse Stella ishte gjithë kohës në avans, dhe diku afër fundit i afrohet një konkurrente pranë, dhe në moment të fundit, sa kaloi finishin, Stella bie, mirë po neve e pam nga pas dhe ishim me zemrën në dorë, sepse nuk e kuptuam si të thuash... Gaboi nga ekuilibri apo shkiti? Dhe a kishte rënë para apo pas finishit, pastaj kur pam që doli e para, ishte... shpërthyem në broërime. Jam trego pak atë momentin kur të gjithë këta broërisnin për ty, dhe ti e kuptove apo se kuptove që kishe fituar, pra që kishe dale para? Çfarë ndjeve ti në ato momente? Emocionet pa para. Si atë ditën e parë duket si pa kam çfarë dërsa ta të nësa. Atë ditën e parë nuk e imagjinoesha vetes tim. Këtu jemi me Stellën në këto pamje. Stella dhe kjo është formati i larimit. Nuk është vështirë, nuk është e thjesht, më fal, një pjesë edhe rëzohen, fillim, kushtet, ajo është ajo, ngjeshja e borës, etj. Aty konkuronin në këtë disiplinë mosha të ndryshme? Po, mosha të ndryshme dhe edhe kategoritë të ndryshme përsa i përket nivelit fillestar, mesatar apo të avancuar. Sa kohë është dashur të merresh me sportistët për të arritur në lojra dimërore? Po, do më thënë, lojra dimërore për ne duke qenë se ishte një debutim i parë, këm ngulëm fort bashkë me Landin që të kishim kota në radh parë, sepse si rregull, me Special Olympics ndërkombëtar, duhet të kesh një klub të sporteve dimërore, të stërvitesh 1 apo 2 vite paraprakisht dhe pastaj të marrësh kuota dhe pjesë në disa disiplina. Ne nuk e kishim këtë gjë për arsye të kushteve që përmendëm. Por ne kërkuam kuota dhe arritëm pastaj të bëjmë stërvitjen, pra ishte pak më e komplikuar, po që duhet vënë në linjë. Atletët që kemi përzgjedhur, për shembull Stella, Elizon, edhe Vanessa, kanë qenë basketbolliste, edhe djali tjetër ka është futbollist, Joeli, dhe i kemi përshtatur nga aftësitë fizike të mira që kanë treguar në këto sporte, kemi përshtatur edhe në sportet dimërore. Për shembull, Joeli është futbollist, e kemi duke qenë se ka atë shpërthimin, atë vrapin e fort, e kemi përshtatur në snowshoeing, që është gara me këpucët e borës. Pra, kemi bërë një përshtatje të tillë. Si do të vijoj më tej? Tani keni marrë, besoj, një energji shumë të mirë dhe jeni motivuar më shumë për të marrë pjesë në lojrat e tjera dhe për të angazhuar dhe çfarë do të dëshironit më shumë për të bërë dhe nga institucionet. Është ajo që tha Sara, që neve Berlini na dha shumë zemër për të pretenduar dhe kërkuam kuotat e plota të cilat i morëm dhe jo vetëm që i mbajtëm, po i kemi tejkaluar me sukses pritshmëritë, nga ana ime të paktën. Hapi radhës dhe sfida e radhës që neve kemi filluar që tani përpjekjet për të kërkuar mbështetje dhe përgatitjet janë, sepse lojrat e ardhshme më të mëdha janë veroret që janë në 2027 në Kili, pra vetëm sfidë është vetëm transporti, akomodimi etj. Përveç përgatitjes deri në atë kohë dhe në ditën e parafundit në Torino u dha lajmi që lojrat e ardhshme dimërore do të jenë në Zvicër në vitin 2029. Pra
neve nuk mundet të kemi luksin që ta konsiderojmë kohën si, kemi kohë dhe ndekte, përgatitjet kemi filluar që tani, madje paralelisht e kemi filluar përgatitjet si për Kirin, ashtu edhe për lojrat e ardhshme dimërore që janë. Është shumë e rëndësishme, duhet thënë, kemi bërë një punë shumë të mirë me ministrinë, por deri tani ka ngelur për të aprovuar ligji i sportit, ligji i cili i jep mundësinë organizatës të përfitojnë nga fond grant nga Ministria e Arsimit në mënyrë vjetore. Ligji duhet kalonte në dhjetor, por kam përshtypjen që këto ngjarjet politike duhet të ketë ndikuar edhe periudha e zgjedhjeve, mbase presim që të kalojë sa më shpejt në mënyrë që neve të kemi një fond të caktuar, të cilën ta përdorim për organizatën dhe për aktivitetet. E të mendosh si ka nisur mbajmend shumë vite përpara me grupe të vogla dhe tani Shqipëria deputon në lojra të tilla. Dhe në mënyrë dinjitose dhe për më tepër sjell medalje ari në Shqipëri. Bravo. Shumë suksese. Do të marrësh pjesë në sfidat e tjera? Do përpiqem të hap maksimumi. Ti shtojmë këto medaljet e bukura. Shumë suksese. Faleminderit që erdhët. Mund të mbarsh, shpresojmë që gjithçka të jetë dëgjuar, që të keni një mundësi të na përfaqësoni duke parë sportin si një mjet integrimi dhe zhvillimi. Patjetër. Faleminderit edhe një herë, gjithë të mirat. Kalofshi bukur, shihemi nesër me të tjera tema.